Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë spari një kalimtar i rastit për Albin Kurtin, kryeministrin tonë të ardhshëm. Edhe të ndëgjojmë tani kryeministrin. Por shkojmë mas pari të ndëgjojmë një kalimtar të rastit. Shqiptar, me dinjitet, me sojni, me karaktere, me burni popullore, është Albin Kurti që ktheu veriun e Kosovës, që ja ktheu Republikën Izrael, që asnjë opozit, as prej politikës, as prej jashtë politikës, që e mbrojnë opozitën, nuk intereson kërkujnë e fare Mitrovica heq. Se po që ku interesu Mitrovica, nuk do këshin shprej këtë mlef, gjithë këtë shamje, gjithë këtë ofendime për kryeministrin tonë. Por ishin shku në kuti, ja këshin dhonë votën, a ishin thonë bravo të kohë kryeministër, se na i ktheve 16% tokës. Por këto mas mirë të e shpjegon tash Albin Kurti. Ju që pëngoni mrapa, shoni vesh ma mirë, më dëgjoni pak, edhe mësono çka është kultura, çka respekti, jo ofendime. Që nëse më ofendoni mua, shoni nonën e juaj, motrën e juaj, familjen e juaj, jo mu. Jo si për ata langarecat e TikTokut, shkojnë ofendojnë e shlin akontin. O ju shkatraqa, rrogaqa, dirë si burë të përpara dilë, edhe atë shumë. Po nuk shkon jeta kështu, nuk bën për qare, nuk bën për qa, kjo është politikë. Kush po punon më mirë, po jo kush po shalë më mirë. Nuk shkojnë të sane kështët. O njerëz të e padishëm. Po foli për një pjesë, pa kesh kuptime. Kjo pjesë është ata që shojnë, ofendojnë, e s'kan debat, nuk din me po debat. Shkojmë. shtetit vet, Kosovë shqiptare, dhe ka bodhe një mrekulli më tepër se këtë e ka ndalu Open Balkani, apo Serboslavin. Këto e harrut krejt. Po shqyqyr që ka njerëz në rikujtojnë të sane. E Vučićit, të Moskës, të Edi Ramës, të Paton Stanishnicit, të Hashim Thaçi. E ka ndalë këtë, apo si e quajnë nga Serboslavia e re, minus Slovenia e minus Kroacia. A ndëgjut? Këta që na përkrojnë neve, këta e din, po ju që jeni mrapa, opozit, analizone pak që ka tha. E tash ndëgjone kryeministrin, por me lidhë temat, me të qyrë që është realiteti, që kush punon për shtet, e jo për gjep. Zotin Haradinaj, apo më zotin Abdigjiku në talmë, qysh muj me kërkua të bashkëpunim me mu të thonë, qysh mush me bashkëpunim? A je do të bashkëpunëtori tyne që përta me bashkëpunu me mua? Qysh bashkëpunoni me zotin Haradinaj, apo më zotin Abdigjiku në talmë? Unë kam qenë në kuvend të Kosovës, jo dini çfarë, qysh muj me kërkua të bashkëpunim me mu të thonë, Kurti është i Serbisë e i Rusisë. Unë mendoj që ata nuk duhet bashkëpunojnë me mu. Kur thua së fjallë që shkush me bashkëpunu. A je do t'i bashkëpunëtori tyne që përta me bashkëpunu me mua? Edhe ata kanë pësuar akuzat të tilla që është i Serbisë, që është bashkëpunëtori. Çfarë pyetje jo profesionale. Ata kush ka akuzu ata? Ata kanë akuzu vetë kanë pranu, vetë kanë thonë, vetë kanë pi, vetë kanë fol. Pse se e pytyne? Kush ka fol, kush ka pi, kush ka hajnë me ta? Shkruajmë. A dhe qishit e kështu duke qenë nga komandantët më të zotë Ai ka me fotografi dhe lavde. Ato nuk i themur, i ka thonë e vetë. Plotën pra. Situata ndryshe ka qenë zotin. Është Se? kontekst tjetër. Çfarë kontekst? Kontekst tjetër, unë nuk besoj që Milan Miličićin e bën kriminal thjesht sulm terrorist në banjës. Unë besoj që ka qenë i tillë edhe më herët. Këtu mund ndallojmë shumë. Po edhe një herë që ta formoj qeverinë e ardhshme, Kurti 3, i kemi lutur Gjë.
gjithë ta jave muaj, na thanë jo, vë vazhdojmë. Shpunoni me zotin Haradine? Miq, e kam edhe një pjesë tjetër. Po ashtu me kryeministrin. E vetëm ky është që ta paron opozitën. Edhe aty pse? Pse është i drejtë. Është i drejtë. Nuk është gjak prishur, nuk bashkëpunon me shkije. Edhe ju që menoni, mrapa, meje, punon me shkije, punon me këta, punon me ato, është i ato, të shatje. O ju faqe zi, mësoni. Gjeni këto rrejtje. Jo të votoj ato së i drenicës. E jam e pikë, së më interesant që ka bo. Ma në mëra që kënë rrugën që kërkun. Kjo shtin tunel Sërbis, pa drita. Që se tha pra Albin Kurti, kryeministri jonë. Që të qënë veç. Se u rrejtja, nda kryeministrit, me dalë me ngrejtë zvarë për qytet, këtë mendim e ka dhe Serbia. Por jo Shqiptaria. Nuk kem leftu na për me ngrejtë zhak, kryeministrat. Kemi sho deputetet, dhe që janë gjeni femnore. Dhe shonë me i burë, e që ka zëven. Shkojnë. Primet të cilat janë bënë veri, ato çfarë i përmendët ju në fillim, qëndrimet tona kanë qenë parimore. Pastaj edhe gjithë pjesën tjetër që me një farë mund të kuptova operacion policor ushtarak. Po. Unë ju kuptova. Domethënë kjo është për ata që nuk e kanë ditë hala se çka ka bërë Albin Kurti në Mitrovicën Veriore. Vetëm këtë pjesë, se ka bërë shumë, që në vitet tjera do të vinë. Po flasim tash për Mitrovicën Veriore. Mërë, ai që e dojti këtë Mitrovicë Veriore, ja la këtë në Mitrovicë Veriore, kur ditë vetë në spoftë. Në dajtë Mitrovicën një Veriore, jo Glindore, jo Perëndimore, kur ditë vetë në spofshin. Ajo ose ata. Qëndrimi ynë ka qenë parimor, veprimi ynë ka qenë ligjor, dobia e pamohueshme. Kur nuk kemi nisur prej asaj, aja vlen barra qiron. Por integriteti territorial, sovraniteti shtetëror, paqja, siguria dhe rendi publik janë të panegosjueshëm. Prandaj edhe më kanë votuar për kryeministër. Se me faqen ndryshe ka pas edhe politikan të ndryshëm, po mu më kanë votuar për këtë gjë qytetarët e Republikës dhe unë besoj se në këtë kuptim kam qenë serioz dhe i sinqert. Por retroaktivisht, nëse mendoj tash, aja ka vletur barra qiron. Pra, a priori nuk kam menduar paraprakisht aja ka vletur barra qiron. Por sot mund të mendoj posteriori. E posteriori mendoj që ja ka vletur barra qiron. Gjithë. Ja ka vletur fort. 16% territori. 16%. Në ndryshuar, 9 stacione policore i kje rrotull kufiri. 37 rrugë ilegale kanë qenë, 29 veri kena mbyll krejt. Nuk ka më banka popullore e Serbisë, nuk është më posta dhe banka kursimore e Serbisë. Jo dha kryeministri këtu ke po pak keq vëlla se ka shumë njerëz. Okej, shumë s'po them se është goxha fjalë e madhe shumë. Po ka shumë prej atyne që janë me demokraci, po janë me komunizëm, edhe jo veçon edhe pik, veçon e di edhe pik, që e dojnë dinarën halal, që e kanë biznisin. Kryeministër, të luda mos e bo ka që i shtrongën. Shaj pak për burë. Shaj se i mytë opozitën o vlo, o ta hazamën, i mytë opozitën o burë e dhejot. Me në pak për opozitën, jo veç për popull. Po thua, okej, kryeministër, hade, vazhdoj. Të gjitha komunat paralele i kemi mbyllur, nuk ka në veri të Kosovës kriminal të mëdhej më, 3 prej tyre janë Burg Ngërdoc,
apo në dyz, si shtrohet në mënyrë të popularizuar për burgun e sigurisë lartë, ndërkaq shumica dërmuese e tyre kanë ikur në Serbi, 3 janë vrarë në Banjsk para më shumë se 2 viteve, pra ja ka vlerëtur bara që ranë fort. Sovraniteti shtetëror, integriteti territorial janë zbatuar duke pasur piknisje sundimin e ligjit dhe organet e rendit e të inteligjencës tek ne kanë bërë një punë të shkëlqyeshme. Në fund fundit jam qërtuar unë, dikush mund të mendoj që ka humbur ca Kosova, po më besoj ato që e ka fituar si shtet është pakrahasimisht më e madhe e më e vlefshme. 16% e ka fitu. Ma mirë është me bo pak me Amerikën, pak me Evropën, po me përfitu Kosova. E këto rregullohen prapë. Po me pashku 16% që se rregullu kur mu, sikur që korre. A rregullu që korre? Ose Maqedonisë. A këthy? Apo Shqipëria Greqisë. A këthy? Jo. E jo ju i një ronda që jeni mrapa e pongoni, si për prom që ngojshit e këshyrit Albin Kurtin, e ja vot audiencën gati 200.000, 130.000, 70.000, 50.000, të këshyri mrapa si huta. Mësani. Mishtë dashër, Kryeministër, Zoti ju rujt, ju dua me zemër, me të vërtet, vetëm e vetëm për Kosovën e lirë. Unë kur farë interesi s'kam. As për Kryeministrit, as për juve, si popullët që në Kosovë, sorry, jo vetë i Kosovës, për kur farë interesi s'kam. Se për momentin jam jashtë. Por unë, si dan, e du Kosovën me po manal se Amerikën. E jo opozita, po më vjen keq me folë këtë fjallë, po ju e dëni Kosovën poshtë, që të manipuloni vetë, që të vjedhni vetë, që të prindë lavere vetë. Se jeni të pangopën. Jeni të pangopën. Ja rabi Zoti ju eksplodoft. Puf! E që atëhere i lani e sapet. Mbyllët kapitli ju, edhe shkoni të veni. Edhe shlirëvat Kosova. Pejhajna, kriminella. Mos më ndroni fjallë. Mos jam gjithi bishtin fjallëve. Pedri shumis që jam ka thonë. Mos pa përzini luftën me politikë. Lufta kry note 8-99. Jem 20-25. O Mirana, o Qiqana, o Hajvana. Ta shune për e thjerë në vend kryeministrit. Hajvana se logarit një vesend e juve, këtë aspekt. Se të në vesh për veti. E du një ish komandant, së është i zonës tem, ka lëftu edhe pikë. Po mërë ka lëftu, respekt i përkullim. Luft, unë fanë, politikë që aboni, pas ka lëftu për me falë tokë Kosovës, pas ka lëftu për me vjedhë, për gjepat vetë. Këtu, une i paragjikoj si politikan, jo si leftetar. Edhe ne për sëris, si leftetar, si komandant i përkullim zonjonit, po si hajnë, si kriminal, i kritikoj gjithë, se kam bot dom Kosovës, jo gjithë, për ne adin kushën. S'ka nevojë informem prapë me anë. Është turpi i botës, mi falë, malit zi tokë. Është turpi i botës, mi thonë, 17 shatra Leposavicën dhe me honë Sërbisë, i kemë falë në Rankovicën. Marë e koftë, gjaku i dëshmorëve në zoftë ta njerës. Miqë, respekt e përshëndes.